Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së peshores. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin për muajin shtator edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ju ftoj të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Dhe ftoj përsëri të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë do shohim si do jetë kjo energjia e muajit në lidhje me shenjën tuaj. Kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ajrit që jeni ju vetë, energjitë shenjave të tokës dhe energjitë shenjave të ujit. Atëherë, shoh në fillim të javës së parë, shoh që mund të keni një situatë ku ju bëhet diçka mbas shpinës tuaj, ose ju do keni kundërshtime mendimesh në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, ose në rastin tjetër shoh që mund të keni shumë diskutime në lidhje me idetë të vendi punës, aty ju shoh që nuk bini dakord ose ndjeni që diçka ndodh mbas shpinës tuaj, por gjithsesi unë ju shoh që ju do largoheni duke vazhduar me idetë tuaja. Mund të jetë një ofertë në momentin që largoheni nga diçka, nga disa tensione ose nga një situatë që ju ndodh mbas shpinës tuaj, nga një padrejtësi që mund t'ju bëhet. Unë shoh që në mesin e javës ju do t'ju vijë një ofertë. Mund të jetë një ofertë në lidhje me dashurinë, dhe shoh një fillim të ri, shumë emocione. Në lidhje me pjesën tjetër, shoh që ose ky person do kërkojë një mundësi nga ju, ose ju do kërkoni edhe një mundësi në lidhje me këtë person. Por është personi që do kërkojë një mundësi në lidhje me ju, sepse unë i shoh që largoheni. Disa prej jush mund të jenë edhe me fëmijë. Shoh. Mund të jetë një situatë tensionesh, një situatë diçka ndodh mbas shpinës tuaj, ju largoheni, por gjithsesi shoh që dikush do kërkojë një mundësi në lidhje me një fillim të ri. Mund të jetë një fillim i ri në dashuri, mund të jetë një situatë tensioni në familje dhe ju me partnerin ose partneren tuaj shoh që largoheni, por gjithsesi shoh që personi do kërkojë përsëri një mundësi për të bërë këtë fillim të ri, për të çliruar nga këto situata. Ndërsa për gjithë ata që mund të kenë disa situata kundërshime me mendimesh në lidhje me punën, me karrierën, në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që mund të keni, atëherë shoh që ju do jeni duke menduar seriozisht në lidhje me idetë që keni, në lidhje me një mundësi që do t'ju vijë, me një ofertë shumë të mirë, dhe shoh lajme të mira në lidhje me ju. Për pjesën tjetër mund të ketë lidhje me studimet, në lidhje me dokumenta të ndryshme, ku ju mund të ndjeni se diçka ndodh aty mbas shpinës tuaj dhe ju ndoshta do mërziteni pak, do largoheni, por unë shoh që do keni një ofertë më të mirë dhe do keni lajme të mira gjatë javës së parë, një çlirim shpirtëror për pjesën tjetër. Gjithsesi vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëherë në javën e dytë kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së demit, energjitë shenjave të zjarit dhe energjitë shenjave të ujit. Në fillim të javës shoh që ju keni nevojë të qetësoni nga këto situata që mund të kaloni. Ju shoh që të rriqeni, largoheni nga gjithçka, jeni duke menduar, mund të jeni duke menduar në lidhje me këtë person, në lidhje me një dashuri, dhe ju dëshironi të jepni drejtim gjërave dhe jeni në një situatë ku mbylleni në veten tuaj, ose në një situatë që mund të kenë ndodhur në një marrëdhënie në familjen tuaj, ose për pjesën tjetër në lidhje me dokumenta të ndryshme. Dhe kjo gjë ju bën që ju të jeni duke qëndruar me veten, duke menduar në lidhje me këto situata me personin, në lidhje me këto situata që mund të ndodhin mbas shpinës tuaj me persona të ndryshëm.
Gjithsesi, unë shoh që keni kaluar shumë vështirësi. Mund të jenë vështirësi dhe problematika që mund të keni kaluar dhe ju largoheni që në fillim të javës, por në javën e dytë ju shoh që i lini mbrapa dhe dëshironi të hidhni hapa para. Ndoshta ju mund të përjetoni dhe një krizë në fillim të javës, mund të jetë në marrëdhëniet tuaja, mund të jetë edhe në grupe njerëzish, jo domosdoshmërisht por më tepër është në martesën tuaj. Gjithsesi ose edhe me miqtë tuaj. Gjithsesi ju do t'i lini mbrapa. Shoh që keni kaluar shumë vështirësi dhe do mendoni si të hidhni hapa para. Por ju shoh që në fund të javës së dytë, edhe pse dëshironi të hidhni hapa para, ju përqendroni përsëri te këto situata. Ndoshta ju kërkoni një drejtësi, kërkoni një shfaqsim, kërkoni të ndjeni mirë, ose kërkoni të jeni më krijues në lidhje me idetë tuaja, të keni më sukses. Dhe gjitha këto ju kanë bërë që ju të përqendroheni tek kjo situatë, por unë shoh që do keni një mbështetje nga universi, ose do keni oferta shumë të mira. Por gjithsesi duhet keni kujdes në lidhje me armiq të fshehur që punojnë mbas shpinës tuaj, dhe fundi javës dytë ju gjen në një situatë ku ju jeni përqendruar përsëri tek këto, por unë shoh një dorë nga universi që ju thotë, urdhroni, keni mundësi, keni oferta, shikoni gjërat e mira në lidhje me dashurinë, në lidhje me marrëdhëniet tuaja, në lidhje me punën tuaj, me kontrata të ndryshme që mund të keni, por edhe në lidhje me anën tuaj ekonomike, në lidhje me dokumenta të ndryshme për një pjesë tjetër, por edhe me karrierën tuaj, për gjithë ata që mund të kenë, në lidhje me studimet, në lidhje me shëndetin për një pjesë tjetër. Gjithsesi, shoh që ju do dilni nga këto situata, dhe më tepër mbas 14 shtatorit dilni nga këto situata, dhe ju do filloni, do hidhni hapa të reja për veten tuaj. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Atëherë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ajrit, që jeni ju vetë, të tokës dhe energjia e shenjës së peshqve. Atëherë unë shoh që ju pastroni rrugën tuaj, lini mbrapa gjithçka të vështirë dhe aty do keni zhvillime të mira. Do kaloni shumë mirë, do keni njohje të reja, edhe pse ju shoh që ju pastroni gjithçka për të pasur rrugën të lirë në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, ose në lidhje me dokumenta, me studimet tuaja, shoh që aty do t'ju lindin ide. Por në rastin tjetër mund t'jeni duke u larguar dhe nga partneri, dhe unë ju thash që në fillim të kësaj situate të javës parë dhe në fund të javës së parë, unë shoh që ju do pastroni gjithçka në lidhje me çështje dhe situata, dëshironi të hapni rrugën për veten tuaj, por shoh që mund të ndjeni dhe të pakënaqur, dhe do jeni duke menduar që keni dhënë shumë në një njohje, ose lidhje ose marrëdhënie dhe keni marrë shumë pak. Dhe jemi përsëri te energjia e peshqve, ku ju jeni duke analizuar gjithçka, ndjeni si të varur në kuptimin figurativ, analizoni çdo situatë në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet, çfarë ju keni bërë dhe çfarë duhet të bëni këtej dhe në vazhdim. Por është një situatë analizash, e keni ndjerë veten shumë të sakrifikuar, keni dhënë shumë, jeni ndjerë të pavlerësuar, të pakënaqur. Por kjo mund të ketë lidhje edhe me punën, ku ju largoheni nga diçka, nga një padrejtësi ose nga diçka ju bën mbas shpine, dhe shoh që ju do mendoni se si të organizoni, si të keni sukses, si të ndjeni më mirë në jetën tuaj. Dhe kjo gjë do t'ju bëjë që në fund të javës tretë të jeni duke analizuar gjithçka, ose në lidhje me dokumenta të ndryshme, por edhe në lidhje me studimet tuaja. Dhe vazhdojmë në javën e katërt. Atëherë në javën e katërt shoh që jemi te energjia e shenjave të zjarit, energjia e shenjës së ujorit dhe energjia e shenjës së zjarit. Ju mund të keni ascendente në oceanin në këto shenja, por mund të keni të bëni me persona të këtyre shenjave. Ju shoh shumë të mbyllur, shumë të lodhur në një dashuri. Po të vështrej këtu janë dy persona që ndihen shumë të lodhur, ose ka qenë një lodhje që ka zgjatur për një kohë të gjatë në lidhje me një njohje, me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Dhe ju dëshironi të çliroheni. Dhe unë shoh që çliroheni nga kjo situatë në fillim të javës së parë, të katërt, më falni, në mesin e javës së katërt, ju shoh që ju
do manifestoni për të realizuar diçka, sepse ju shoh që ngecen në mendime, mendoni negativisht edhe pse manifestoni dhe pse dëshironi që ju të jepni fund kësaj situate, përsëri ktheheni në mendime në lidhje me këtë njohje, me këtë lidhje ose me këtë marrëdhënie që ju ka krijuar shumë lodhje. Këtu flasim për atë pjesë që kanë qenë në këto situata, se jo të gjithë janë në të njëjtat situata. Gjithsesi, në lidhje me pjesën tjetër, shoh që mund të ketë qenë një lodhje e gjatë që ju keni mbajtur në lidhje me punën tuaj, në lidhje me studimet, në lidhje me dokumenta të ndryshme. Dhe ka ardhur momenti ta lëshoni këtë ngarkesë kaq të madhe që keni marrë, ose ju keni mbajtur shumë përgjegjësi në familjen tuaj dhe kjo gjë ju ka lodhur për një kohë të gjatë. Ju mund të keni pas disa punë njëkohësisht në përduar dhe kjo ju ka lodhur, por ka ardhur momenti që ju të çliroheni dhe të manifestoni për gjërat që ju vërtet dëshironi, sepse shoh realizime, shoh sukses në këto fillime të reja, sepse ju keni manifestuar. Thjesht në fund të javës së katërt, mos u përqendroni te mendimet negative, shikoni sepse rrugën e keni të hapur, thjesht ju jeni të bllokuar, bllokoni veten në lidhje me mendimet negative, krijoni mendime negative në lidhje me dashurinë. Nëse ju keni dalë nga një njohje ose lidhje që ju ka krijuar shumë lodhje, kjo nuk do të thotë që të gjithë njerëzit janë njësoj. Atëherë ju mendoni se të gjithë njerëzit janë njësoj, por nuk është e vërtet, rruga është e hapur, e shoh të hapur në lidhje me ju. Ndërsa për pjesën tjetër, në lidhje me çështje që kanë lidhje me studime, në lidhje me fëmijët, në lidhje me shtëpinë, me familjen, ose në lidhje me kontrata, me punë të ndryshme, me karrierën tuaj. E rëndësishme është që mesi i muajit ju hyni në një lloj manifestimi, por thjesht bllokoni veten në fund të muajit duke menduar negativisht në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Gjithsesi, është një muaj që ka uli ngritjet e veta, duhet keni kujdes nga armiq të fshehtë, prapaskena që ju bëjnë, shikoni mundësitë dhe ofertat, mendoni seriozisht në lidhje me këto mundësi, sepse unë shoh lajme të mira. Mos u mbyllni në veten tuaj, tregoni të hapur, lini mbrapa gjitha këto vështirësit, por ktheheni përsëri në këto situata që ju kanë ndodhur. Gjithsesi, ju do arrini të pastroni gjithçka, të gjeni rrugën tuaj, të ecni para. Edhe pse ndiheni të pakënaqur dhe të pavlerësuar, aty do lindin idet. Do filloni të analizoni situata nga e kaluara në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, nga ana ekonomike, se për disa mund të jenë armiq të fshehtë ose prapaskenat e vendit punës, dhe ju do analizoni gjithçka për një lodhje të gjatë që ka vazhduar për një kohë të gjatë dhe për të bërë një fillim të ri. Manifestoni për të realizuar gjërat, i realizoni, por ktheheni mbrapsht në mendime. Thjesht mos u përqendroni tek këto mendime, sepse bllokoni veten tuaj. Gjithsesi, është një muaj mirë, për të gjitha shenjat ka ulje ngritjet e veta. Dhe unë do shoh se çfarë mesazhi ju japin për këtë muaj. Dhe kemi kartën e diellit që është një energji fantastike dhe kjo ju thot është një moment shumë i mirë thot për ju. Mbani mend idetë që keni pasur dhe fluturoni. Do me thënë, dilni nga këto situata, nëse ju mendoni që në fillim të muaj që duhet të largoheni nga persona që ju i kuptoni që mund të jenë persona të tillë, atëherë është momenti të ecni përpara, të lini këta persona mbrapa, të vazhdoni me idetë tuaja në lidhje me punën, në lidhje me dashurinë, me karrierën, me studimet tuaja, në lidhje me dokumenta të ndryshme, sepse ofertat i keni këtu. Duhet besoni te vetja juaj dhe kjo është gjëja më e rëndësishme në lidhje me të gjithë. Besoni te vetja juaj në momentin që ju mendoni se keni një të drejtë, në momentin që ju mendoni që duhet lini mbrapa njerëz që punojnë mbas shpinës tuaj, prapaskena ose persona që punojnë në prapaskenë, dhe të lini mbrapa të gjitha vështirësitë që keni kaluar, të dilni nga këto pakënaqësi edhe nga një mos vlerësim, duke krijuar ide të reja dhe duke analizuar anën tuaj emocionale. Të jepni fund kësaj lodhje, duke bërë një fillim të ri, duke manifestuar, duke kërkuar gjërat që dëshironi dhe dilni nga mendimet negative që mund të keni gjatë kësaj jave. Dielli do shkëlqej për ju, por ndërkohë kjo tregon mbështetje të madhe nga universi. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal.
Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj dhe njerë të ndiqni videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe videot të ndryshme në këtë kanal. Ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Ju ftoj të ndiqni shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Këto nuk mund t'i merrni 100% personale, sepse varet ku keni ascendenten. Duhet shikoni shenjën tuaj ascendente të parën dhe pastaj shenjën e horoskopit. Atëherë ju uroj një muaj sa më të mbar, dëgjim të këndshëm të kësaj video dhe një mbasite sa më të këndshme.